Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka, ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësit të kondit Allah subhanahu wa ta'ala, losë dhe ati për gjëron që të radrej dhe të apikoj të mëjti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjeda. Në vëllezër, kuptimet, ose botkuptimet, ose konkludimet e tua për këtë azime çështje të caktume, janë pasojë një rrugtimit. Do të thonë, ti je tek disa kuptime, ose tek disa domethënie, si rrjedhim i një rrugtimi të caktuar që mos ti i përfundosh aty. Saktësisht. Shumë çështje të fejes, ose edhe çështje jashtë fejes, përfundimi i njerëzve për këtë azim me ato tema, ose ato nocione, ose ato koncepte, ka të bëjë për këtë azim me çfarë rrugë ka ndjek. Për shembull, nëse dikush fjala bie, për shembull, e ndjek gjetjen e fesë, e ndjek gjetjen e kuptimeve fetare, me rrugtimi i tij është shumë logjik, është shumë filozofik, i zhveshur nga shpallja. Me gjas, ky rrugtim ka më shumë as të dikun tjetër. Ose dikush tjetër fjala bie, për shembull, rrugtimin e tij fetar e ka puro shpirtnor, puro spiritual. Edhe rrëdhëmisht e ka zhvesh nga arsyeja, nga çësia racionale. Edhe ky ka gjatë që në fund ka më përfundu diku tjetër. Realisht kanë më na përfundu rrugët, kanë më na ndo udh, edhe rrëdhëmisht tutje edhe kena më ndo edhe në përfundime edhe në konkluza. Ndaj është rëndësishme me morë si të vërtet fillestare në këtë trajtet që kemi bërë sonte me lejen e Allahut, që varësisht rrugtimit, e që këtë rast rrugtimi përbën metodologjinë, varësisht rrugtimit vinë edhe përfundimet edhe konkluzat e tua. Për shembull, na e kena në fe një farë kapitulli që ka të bëjë me emërtimet edhe nocionet. Do thonë, ka feja shumë emra, shumë gjanave që ju kalon emër. Pastaj shumë njerëz edhe shumë eksponentë të dijes dallojnë për njëri tjetrit sepse metodologjinë që ju çasun çdo emrave e kanë të ndryshme. Edhe rrëdhëmisht pastaj edhe konkluzat nuk i kanë të njëjta. Për me thjeshtësu. Për shembull, na e kena nocionin iman edhe nocionin kufër. Dikush për shembull do me zbërthy imanin dhe kufrin vetëm duke u referuar gjuhës. Edhe këmbgul që si ti referohemi gjuhës vimi aty ku do. Edhe ai këmbgul, ndërkohë na e këshymi me shumë haby se realisht domethënë nuk është gjuha kryekput ajo që mundet me realizoni diçka të tillë. Saktësisht gjuha e animon, ose përmbajtje gjuhësore, ose zbërthime gjuhësore, ose piknisja gjuhësore është një fundament i rëndësishëm, mirë po nuk është krejt. Për arsye, na ndohen neve udhë të ndonjë vëllezër, Ahlus Sunnetit i ndohen udhë me shumë sekte dhe me shumë grupe të tjera, për këtë azim me trajtesat e fejes tek kjo tema e gjuhës. A përbëjnë realitetet fetare, realitete kryekput gjuhësore? Nëse domi me kuptu imanin, a më ne kuptojmë imanin është ju referu gjuhës, çka kanë dashur me thonë arabët me fjalën iman, apo duhet ta një referim tjetër, ose fjalën kufër, ose fjalën fisk, ose fjalën ku diunë. A mumi për shembull realitetet fetare, temat fetare me i përthaku, me i zbërthy, me i kuptu në plotësi, edhe më ardha aty ku duhet me mrrin, vetëm me realitetet gjuhësore. Për arsye duhet me bë këtë shpjegim fillestar, për arsye se feja Allahut e merr një term pe arabishtës. Me po nuk i ngel peng në absolutësinë e tij. Për shembull, e merr feja prej arabisht fjalën as-salat, që në esencë na veçon hona salat, dua, apo ka të bëjë me lutjen. Ama namazi jon, a është veç lutja apo ka ruku, sejdë, ka qiyam, ka lexim? Domethënë, e vërtet namazi si salat është që ka lidhje me një realitet gjuhësor që është lutja. Ama megjithatë e ka një realitet më të përgjithshëm, saktësisht feja e ka marrë bazën, por pastaj feja e ka dhënë veçantinë e vet. Ja ka dhënë kuptimet e vet, ose fjala për shembull som, që do thotë për agjërimin, që është domethënë abstenimi. Edhe ti mundesh me morën pjesën gjuhësore të kësaj fjale, dhe me thonë pa abstenon njëri, ama ka rregulla kur me abstenu, deri kur guxon me abstenu, edhe nga çka duhet me abstenu. Për shembull, nëse në një kulturë fjala bie për shembull abstenimi ka pas bëj vetëm me abstenu nga të ngrënit, tek agjërimi jon ka të bëjë edhe abstenimi nga intimiteti. Edhe rrëdhëmisht ne nuk i detyrohemi çka nuk kupton gjuha, detyrimisht edhe pafundësisht, çka do të thonë gjuha është një piknisje, por nuk është domethënë përfundimi. Ose për shembull fjala fitne. Fitne të arabët i ka dy kuptime, testimi edhe djegja. Për shembull kur është vë në zjarr për shembull ari ose metalet e kështu me radhë. Ka të bëjë me sprovimin, ka të bëjë me djegjen, por realisht në Kur'an vjen herë vjen fitnja si sprov, herë vjen si dënim, herë vjen me kuptimin e shirkut, herë vjen me kuptimin e joshjes e kështu me radhë. Ka shumë kuptime më shumë se sa domethënë që ka e gjuha. Shena dosh me thonë me çeket, na dosh me thonë që feja kur e merr një nocion prej gjuhës,
Këtë Islami kur e ka marrë pe arabishtës dhe ka përdor për domethënien e veta, e ka zgjenuar dhe mas promti nuk ka nejt kryekput në domethënien e saj fillestare. Nuk ka qëndruar kryekput në domethënien e saj fillestare. Ndaj, nëse ti fjala bie për shembull dëshiron me zgjidh një temë feje, me kuptu mirë një temë feje, nuk mjafton thjesht vesh më referu çka i bën gjuhë. Për shembull ti shkon edhe thu fjala iman, arabët iman kanë për qëllim tasdiq. Domethënë vërtetim, miratim, diçka që ti e pohon. Edhe u kry imani është pohim. Nuk mundesh me thonë kështu. Pse? Sepse na do të më kthy Kurani te Suneti me kohë. Kurani çka po na thot për çka këtë nocion. Suneti çka po na thot për çka këtë nocion. Ndaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija për termin iman, thot megjithëse thot është thjesht një term, nuk ka thot një term që është lidh edhe kushtohet lumturia, edhe kërcënohet mjerimi për herë shumë më shumë sa me këtë term. Për çfarë nuk mundena me zgjidh këtë term çka të thjesht. Me thonë arabët në xahiliyetin e tyre, edhe kur ka zbrit Kurani për fjalën e imanit kanë pas çka të kuptim, edhe e zgjedhëm krejt na çka i bën domethënë imani. Sikur se thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija dikun tjetër, thotë: "Wa mimma yanbaghi an yu'lam an al-alfaz al-mawjuda fi al-Qur'an wal-hadith idha 'urifa tafsiruha wa ma urida biha min jihati an-nabi sallallahu alayhi wasallam lam yuhtaj fi dhalika ila al-istidlal bi aqwali ahli al-lugha wa la ghayrihim." Thotë nëse neve na vjen një nocion, neve na vjen një term i caktuar, mirë po krahas që na vjen termi iman, na vjen termi fitne, na vjen termi kufër, na vjen termi shirk. Thotë krahas që na vjen termi, na vjen edhe një interpretim dhe një shpjegim nga vetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thotë mos jena thotë çaq iftiaç, nuk kena më shumë nevojë me na kallzu njerëz të gjuhës çka i bë kjo. Se na e kallzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A është e qartë? Do thonë kur kanë arabët dhe i kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Shko është imani." Ja ka shumë të thonë Resulullah, po arabi e dini shko është imani? A ve kuptoni çfarë do të thonë? Do thonë nuk i obligohemi ne pafundësisht edhe në mënyrë absolute kuptimi gjuhësor, ani pse kuptimi gjuhësor është piknisja e kuptimit. Do thonë nuk e zhveshmi fjalën iman nga tasdiqi, nga vërtetimi edhe pohimi edhe që duhet me besu me zemër. Nuk e zhveshmi nga ajo është thjesht një element për elementeve. Një element për elemente. Mirë po, pastaj feja ja ka dhënë kuptimin e vet. Dhe këtë rast kuptimin e vet, domethënë e mormi domethënë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndaj thotë Sheikhul Islam, thotë: "Wa li hadha qala al-fuqaha al-asma'u thalathatu anwa'." Emrat, nocionet janë tre lloje që na vinë në shariat. Thotë lloji i parë është naw'un yu'rafu hadduhu bi-shar'i, ka-s-salati wa-z-zakat. Një lloj i nocioneve, i termeve është që për kufizimi i tij mirët vesh kafeja. Shka i bë salat, shka i bë zakat. Shumë zakat i bë arabisht shtim edhe pastrim. Ma mu shka i bë kjo në fe? Është 2.5 e pasunisë, kështu tek monedhat. Kush ta kallzon ty këtë? Gjua apo ta kallzon feja? Feja thot, në lloj emërtime është ta kallzon shka i bë kush? Feja. I dyti thot, "Wa naw'un yu'rafu hadduhu bil-lugha, ka-shamsi wal-qamar." Thot dhe një lloj emrash të kallzon gjua shka i bë, dielli, hana apo të shumë dispozita lidhen me neve të ne, për shembull me lindjen e diellit, me perëndimin e diellit shumë rrallë. Shka i bë lindja dhe perëndimi i diellit, domethënë gjua ai kallzon këtë. Edhe lloji i tretë thotë: "Wa naw'un yu'rafu hadduhu bil-'urf, ka lafdh al-qabd." Edhe një lloj termesh kuptohen bazë zakonit. Si për shembull grushti, shka u grusht. E ka kap një grosht ose e ka mush një grosht. Këtë rast nuk na duhet, domethënë, këtë rast nuk na kryen ndoshta të tjera të burime sa na kryen punë, domethënë në zakoni i njerëzve ose zakoni i arabëve kur ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shka i bë domethënë çaj nocion. Kështu që në ligjratën e kaluam, çka morëm? I morëm shka i bë Islami, shka i bë imani. Edhe i morëm këta hadithet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpërgjigj për Islamin nëpërmjet imanit dhe nëpërmjet imanit për Islamin, edhe i kanë ngërthyr të dy vlera domethënë në shpjegimin e tij domethënë çka i bë domethënë Islami. Kështu që krahas arabishtës. Apo sikur na ti shminol vesh të arabishtja dhe të si gjuhë me të cilën ka zbrit Kurani dhe Suneti. A kishmi mujt me ardhmë të ato kuptime çka foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash duhet më kthye për me marr drejt për drejt shpjegimin profetik, shpjegimin pejgamberik çka i bë domethënë imanin. Ndaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thotë fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bayyana al-murad bi hadhihi al-alfaz. Thotë na ka kallzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i bë, mi përdor këto terme. Çka i bë fjala Islam. Islami bë në gjuhën arabe bë dorëzim, ama ka me çka do të më dorëzoj, me tauhid, me bindjen e Allahut. Ka më sena shumë shkat që s'ta kallzon gjuha, më të kallzon feja. Çka i bë iman, çka i bë ihsan e kështu me radhë. Edhe thot e ka bë pejgamberi sallallahu të qartë bayanan la yahtaju ma'ahu ila al-istidlal ala dhalika bil-ishtiqaqi wa shawahid isti'mal al-arab. Nuk kena më thuaj se nevojë për me u referu shumë
në përdorimet gjuhësore të arabëve dhe praktikat e arabëve, praktikat gjuhësore, se çka ka dashur domethënë një arab i shekullit, domethënë kaq dhe kaq të thot me fjalën iman, me fjalën islam edhe me fjalën domethënë ihsan, ndaj na kthehemi për këto thot emërtime, thot kthehemi te ila bayani ilahi wa rasuli fa innahu shafin kafi. Kthehemi çka e ka shpjeguar Allahu dhe ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse aty është shpjegimi i mjaftueshëm dhe i ngopshëm. Ai që neve na mjafton edhe na jep domethënë atë çka na duhet. Ndaj ndër vëllezër, që tu do më bën si hyrje thjesht me animu një tjetrin për me kuptuar që disa debate teologjike të vjetra janë të kota pikërisht nga ky këndvështrim, sepse kanë ngatruar rrugtimin. Domethënë ai kur insiston për shembull gjithherë me çu ujin ka një kuptim, edhe gjithherë i referohet gjuhës, realisht nuk e ka e çaj domethënë metodologjinë e shëndosh kuptimin që po i rri besnik në metodologji. Sa ai vetë është kontradiktor, sa ai vetë pranon që shumë fenomene të fejes nuk shpjegon ndryshe vetë nëpërmjet ajeteve dhe haditheve. Kështu që ti nëse je besnik, dominit besnik gjuhës absolutisht, veç me gjuhë i shpjegoj gjonat, atëherë sa çështjet fejes nuk e kanë domethënë shpjegimin e plotë tek gjuha, po plotëson pastaj nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata të cilët besojnë në ghaib, edhe fajnë namazin, ajetin surën Bekara. Kur merr Ibn Kathiri me komentu thot kështu. Thot amal imanu fi lugha fa yutlaqu ala at-tasdiq al-mahdh. Thot se përket imanit, nëse i kthejmë në gjuhës, thot mund të përdorë fjala iman vetëm për atë çka quhet tasdiq, me i zon bez diçka. Me i zon bez, domthonë me e marrni diçka për të vërtetë. Tasdiq. Domthonë po të zo bez nuk është gënjeshtër kjo, nuk është e rreme, është e vërtetë. Thot dhe kështu thot mund të mu përdorë në Kur'an. Kuptimin me të zonë bes. Për shembull, wa yu'minu lil mu'minin. Iza bes i dërguar Allahut besimtarëve. Nuk isha Rasulullah sahabët që po rrejnë, po gënjejnë. Ose kur kanë ndodhur me vëllezërit e Jusufit, i kanë thonë babas vet, "O ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin." Ti s'kemë na zon bes neve o bab, edhe nëse do ta thoshim të vërtetën. Këtë rast u përdor fjala mu'min. Apo të dyja të përdor fjala mu'min, më po është për qëllim ai kuptimi themelor në gjuhën arabe që ka të bëjë me zon bes. Edhe vllaznitë e Jusufit e kanë ditë që baba vet nuk ju zë bes. Nuk ju zë bes që nuk kanë me tradhtue, domethënë vllajin. Thotë dhe kështu ndodh edhe kur domethënë vjen imani bashkë me veprat e mira në Kur'an. Domethënë illa alladhina amanu wa amilus salihat. Përveç ata që kanë besu, kanë pas iman, edhe kanë bërë vepra domethënë të mira. Pastaj thotë: "Fa amma idha stu'mila mutlaqa." Mirë po kur të vjen imani i pa shoqëruar me terme të tjera, vjen vetë si iman në Kur'an. Apo? Vetë si iman, nuk ka të ardhur sikurse në rastin e vllaznive të Jusufit që po e kuptonin që është mizon bes ose mos mizon bes. Ose ai zë bes për amis ose shokëve të vet, a nuk i zë bes. Thotë mirë po kur të vjen imani pa çto rrethona, pa çto kontekste të tjera gjuhësore, thotë atëherë thotë është për qëllim el imanu shar'i. Është për qëllim imani sipas bot kuptimit fetar. Kështu që na të fol për imanin, a bën me ditë pse imanin na të fol. Nëse i të fol për thjesht mizon bez dikujt diçka, kjo është edhe jashtë fejes, domthonë dikush i zet dikujt bez edhe për senet kota. A mos na të fol për imanin që lyp Allahu pi neve, edhe imanin për cilin është dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai është imani fetar. E cili është ky imani fetar? Thot la yakun illa i'tiqadan wa qawlan wa amal. E çka thotë smut më kon pa besim, fjalë edhe vepër. Domthonë çka imani shka lyp Allahu, që imani për shkak të qiellit dhe toka, këtu ka besim, ka vepër dhe ka fjalë. Edhe thot, edhe kjo është ajo që kanë konstatuar thot shumica e imamëve, bel qad hakahu Shafi'i wa Ahmed wa Abu Ubaida wa ghayru wahid ijma'an. Me thot imamat, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, Abu Ubaida kanë përmend që ka ijma për mesele an al-imana qawlun wa 'amal yazid wa yanqus. Imani është fjalë dhe vepër, shtohet edhe pakohet. Kjo trajtesë në vëllezër, domethënë është krejt për me mujt me thjeshtësu që një përplasje e hershme e Ahlus Sunnetit me të tjerët është përplasje shumë meskine nga ana e tyre. Sepse ata nuk pranojnë metodologjinë domethënë nuk e pranojnë kushtimisht rregullat e përplasjes, nëse kom drejt me mor si fjalë. Domethënë ai na të fol për iman fetar, ai na të fol për iman gjuhësor, ai na të fol për një bot kuptim të një fisi arab, apo çka ka dashur me thënë Allahu, edhe çka ka dashur me thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo në vëllezër, ky rrugtimi i shprehjeve, kjo është realitet gjuhësor. Saktësisht ekziston shkencë përkatëse e cila mirret me atë që quhet zhvillimi semantik i fjalëve,
që realisht një fjalë mundet në rrojë me pas në diçka, mirë po ti kur e përdor nuk i referon rrojës, po i referon ti që dosh me thonë me atë fjalë. Për shembull, fjala i vdekur, në shembull gjuhën shqipe, apo në esencë ka të bëjë dikush që i mungon jeta, ama mundet mu përdor në kultura të caktuara edhe për stërlodhjen. Ka kuptimin edhe të stërlodhjes. Ose për shembull fjala val, dallon me përdor në fizik, dallon me përdor në poezi, dallon me përdor në teknologji, apo dallon me përdor kudo kohë tjetër, ose fjala rrjet, ka dallim me përdor fjalën rrjet mbi një bark peshkimi edhe me përdor mbi një realitet tjetër. Ose për shembull fjala ta zom i çmendur, mundet më konën në parim është që ka të bëjë që i mungon shëndeti mendor, po diku tjetër mund të më konë që diçka jashtëzakonshme. Domethënë, që fjalët rrugtojnë, apo? Që fjalët rrugtojnë. Ti ose nëse fjala vjet, ti e përdor një term, ose dikush e përdor një term edhe për atë term përfundon në gjyq. Sepse ai term mundet më nuk kuptoj edhe kërcënim, apo po edhe mundet më kuptoj diçka tjetër. Mparimisht, çysh ti shfaqsohesh që ka pas gjuha në esencë shekullin 15 atë fjalë, apo ti çka kidosh me thonë me atë fjalë. Ti çka kidosh me thonë, domethënë, ose a mirësh në përgjithësi në bazë të etimologjisë së shprehjes apo në bazë të asaj që ti dosh me thonë. E njëjta në vëllezër, nëse në realitetet tona njerëzore, domethënë ti ka rëndësi ti çka dosh me thonë me këtë shprehje. Apo kur përdor fjalën për shembull val, ose fjalën i çmendur, ose fjalën ku diun tjetër. Ti çka do dosh me thonë? Jo çka i bë kjo në, domethënë në origjinë. Ndaj, na kur e përmendim termin fetar, kush na intereson çka dosh me thonë? Na intereson çka dosh me thonë Allahu. Ne na intereson çka dosh me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye domethënë kur vjen puna edhe dikush çish bë veprat pjesë e imanit, po se na e gjomin Kur'an, e gjomin Sunet, që kur fol Allahu për veprën e nxjerr në kontekst të imanit, edhe kry kjo punë, domethënë përmend në kontekstit imanor e nxjerr, e paraqet, e shfaq. Edhe rrjedhimisht na imani thomi çasaj. Në diçka që besojmë, në diçka që shqiptojmë, në diçka të cilën domethënë ne e veprojmë. Ndaj le ta shohim për pak minuta kur Allah na i përmend fjalën iman Kur'an, çka ka për qëllim? A ka për qëllim atë kuptimin gjuhësor të arabëve? Thjesht mizon bez dikujt apo ka diçka tjetër? Për shembull, Allah subhanahu wa taala thot: "Walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Në të vërtetë Allahu u ka bërë juve imanin të dashur në zemrat e juaja dhe e ka hijeshuar. Që kjo dashuri, hieshi, a ka të bëjë thjesht me pranu? Domethënë për shembull dikush fjala bie e pranon në të vërtetë. Thot po, ç'ashtu është. Domethënë aspektin gjuhësor, ky pas ka iman, po e pranon. Ama dashnia edhe hieshia, o diçka e shtuar kundrejt thjesht veç pranimit, është diçka e shtuar. Këtë rast Allah nuk do të fol thjesht për pranim, do të fol për diçka më të madhe se pranimi. Ose për shembull, thot Allah subhana, thot wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina. Ne ty të kemi të kemi dhënë shpalljen. Ma kunte tedri me l-kitab wal al-iman. Përpara, më harët ti se ki ditë as shkon libra, as shkon është imani, se ki ditë shkon imani. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Mirë po kët iman thot ne e bëm dritë me të cilën udhëzojmë kanë dojmë prej robëve tonë. Tash dritë, udhëzim. Të janë terme më shumë se më thonë që ti vesh jetë pranu. Imani këtë rast po vjen me terme më të theksuar për treguar që është një realitet më i madh se thjesht ai të thonë që po çashtu është. A nuk je duke pohuar domethënë një të vërtetë. Ose për shembull thot Allah subhanahu walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Ata të cilët patënzon vënë dhe kishin imanin, dojshin kush ju vën aty në, domethënë kush bën hijret edhe vjen tek ata. I dëshironin që njerëzit bënin hijret dhe të vinin tek ata. Sahabët ensarët që kanë prit muhaxherët, çka u kon realiteti i çti imanit që do të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që do gazu Allahu subhanahu wa taala. A kon realitet thjesht që kanë besuar, i kanë pohuar të vërtetat apo imani i sahabëve ditë shokon, u konën për kushtim, u kon sakrificë, u kon ibadet, u konën lidhje fort me Allahun subhanahu wa taala. Allahu kur i lëvdon tash ensarët, apo i lëvdon thjesht që kanë pohuar apo diçka më shumë se sa thjesht domethënë pohimin. Ndaj, nëse na i referohemi edhe si tasdiq, edhe nëse thomi fjala imani gjuhësisht është thjesht tasdiq, të vërtetosh, ta quash një diçka për të vërtetë, ta pohosh diçka për të vërtetë, ti zësh bez diçka për të vërtetë. Edhe në këtë rast, nëse i referohemi tasdiq që i bie ta vërtetosh, prap kjo në favorin e kësaj çka po e thomi. Pse? Se ti për shembull, nëse realizoni diçka, e keni domethënie, të cilës ti po i zë bes, zërja bes nuk është realitet vetëm i zemrës. Ti për shembull nëse i zë bes dikujt edhe e thon me gojë që po i zë bes. Ose nëse ka diçka që duhet mu realizu një kontratë, vërtetimi asaj kontrate bëhet me vepër.
Bëhet prap me vepër. Domethënë, tasdiku, vërtetimi nuk ndodh vetëm me zemër, ndodh me zemër, me gjuhë dhe me vepër. Ndaj kur thotë dikush për shembull, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Në këtë rast, kjo është duke bërë tasdik për shembull me gjuhë. Edhe urojmë ta ketë në zemër. Me po çysh është e mundur ti më thonë që nuk ka të adhuruar, apo nuk e adhuron. Këtë rast nuk je duke vërtetuar me vepër. Je duke vërtetuar vetëm me fjalë dhe me zemër. Ndaj prapë edhe tasdiku po të mungon, sepse tasdiku është shkallë, edhe vërtetimi është shkallë, derisa ta vërtetojsh edhe nëpërmjet domethënë veprave. Ndaj dikush pse selefit ka thonë, "Laysa al-imanu bi tamanni wala bi tahalli." Nuk është imani me shpresë dhe me llafe. Thot walakinahu ma waqara fi al-qulub wa saddaqathu al-a'mal. Imani është diçka që zëvën zemër edhe vërtetojnë veprat. Domethënë edhe më referohet tasdikut si piknisja gjuhësore e fjalës iman, prapa iman do të më vërtetojë me vepra. Prapa iman do të më vërtetojë domethënë me vepra. Po më u thjeshtësu. Pistonetit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E shënon Imam Ahmedi, Buhariu, Muslimi, për Abdullah ibn Abbasit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saksisht Abdullah ibn Abbasit transmeton për Abu Huraira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Inna Allaha kataba ala ibn Adam hadhahu min az-zina, adraka dhalika la mahala." Allahu secilit bir të Ademit ja ka shkruajtur një hisë të zinos. Thot ka me kap kjo hisë e zinos, secili. Thot fa zina al-aynayn an-nazar. Zinaja e syve është shikimi. Thot wa zina al-lisan an-nutq. Zinaja e gjuhës është të shprehurit, me shpreh, me thon çfarë diçka që ka të bëjë me moralitet. Thot wa an-nafsu tamanna wa tashtahi. Thot nefsi dëshiron dhe lakmon. Gjone hadithin, wa al-farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibu. Ndërkaq mos promti janë organet intime ato të cilat e vërtetojnë ose e përgënjeshtrojnë. Hadithi çapo ka thënë, po thotë se gjunohi mos promti vërtetohet me vepër. E nëse e njëjta logjik ndodh që gjunohi që u kon në zemër, mos promti u vërtetu me vepër, atëherë edhe imani që në zemër do të më vërtetuar mos promti me zemër. Dhe kuptimi vetë hadithit në anën e kundërt. Ty që imani po të nalpi zinos, o duke u vërtetuar imani jot. Sepse imani vërtetohet edhe me bërje të veprës edhe me braktisje të veprave. Këtë rast me braktisje të veprave të ndaluara. Kur dikush i braktis veprat të ndaluara, ka mundësi mi bë, i joshën, i ofrohen, janë të qatshme mëkatet, edhe ai nuk i bën, këtë rast është duke vërtetuar imanin i cili është në zemër, po vërtetohet nëpërmjet domethënë praktikës edhe domethënë distancimit. Ndaj thot Imam Axhurri, thot nëse ju meditoni Kur'anin, ashtu sikur se ju ka urdhëruar Allahu, do ta gjeni thot, "Inna Allah Ta'ala awjaba 'ala al-mu'minina ba'da imanihim billahi wa rusulihi al-amal." Keni më gjetë që Allahu pasi ka obliguar njerëzit të besojnë në Allahun dhe në të dërguarin, i ka obliguar edhe të veprojnë. I ka obliguar edhe të veprojnë. Thot, "Wa annahu ta'ala lam yuthni 'ala al-mu'minina bi annahu qad radiya 'anhum wa annahum qad radu 'an wa athabahum 'ala dhalika ad-dukhul ila al-janna wa an-najat min an-nar illa bil iman wal 'amal as-salih." Thot, ku doni këshirën në Kur'an? Nëse Allahu ka livdu besimtarët se është i kënaqur me besimtarët. Nëse ka kallëzuar Allahu se besimtarët janë kënaqur me Zotin e tyre. Nëse Allahu ka kallëzuar se dikush hyn xhenet. Nëse Allahu ka kallëzuar dikun se dikush ka shpëtuar pi xhenemit, thot krejt kontekstet kuranore janë që ky ka pas imanin dhe veprën e mirë. Nuk ka një sentencë kuranore ku që kjo gjendje e kënaqësisë së Allahut me robin pohohet vetëm me njënën. Thot e ka bë bash thot imani me veprat e mira, thot dhe nuk thot walam yudkhilul jannata, thot walam yudkhilhumul jannata bil imani wahda. Thot dhe nuk i ka shtin njerëzin në xhenet vetëm me iman. Hatta dhamma ilayhi al-amal as-salih. Vetë se mos ia ka bashkangjit imanit edhe veprën e mirë. Saksisht thot Allah subhanahu, "O man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatu al-ula." Kush vjen tek Allahu si besimtar, mu'min, dhe vetë se ka bërë edhe vepra të mira, atyre u takojnë xhenetet me shkallë të larta. Domthonë Allahu tash e bes një herë përmend që është me iman, pastaj e përmend që është me vepra të mira. Thot Allah subhanahu, "Fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min." Kush bën vepra të mira dhe është mu'min. Thot fala kufrani li sa'ihi wa inna lahu katibun. Aty nuk ju mohohet përpjekja dhe ne kena shkruajt keq çka ata kanë bën. Ose thot Allah subhanahu, "Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im." Ata të cilët kanë besuar Allahun, kanë bërë vepra të mira, Allahu me këtë iman ata i udhëzon edhe i çon mëspontin në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Domethënë, këtë kontekstet kuranore
Kur përmendet hyrja në xhenet, shpëtimi prej xhenemit, razia e Allahut, kënaqësia e tij, pajtimi, falja, vjen në një togësh të pandom, në një dyshe të pandom, domethënë imani edhe domethënën vepra. Për me thjeshtësu, dikush pyetar ka thonë, është parafërsisht sikurse domethënë shembulli i dy buzëve. Nuk ka mundësi më fol vetë nëse janë të dyja. Nuk ka mundësi me nxjerr fjalë vetë nëse janë të dyja. Nuk ka mundësi me nxjerr kuptim të saktë dhe të kuptueshëm vetë nëse janë të dyja. Kështu që çysh është e buzët, e njëjta është domethënë tek realiteti domethënën e imanit. Kështu që imani nuk qen ka veç miratim. Imani nuk qen ka veç miratim, ani pse piknisja gjuhësore na çon domethënën që fillimi është që aty nis domethënën kuptimi i fjalës iman. Atë çka është imani? Imani do vëllezër, Kurani dhe Suneti ka dy kuptime. Kuptimin e përgjithshëm edhe kuptimin e veçantë. Kuptimi i përgjithshëm, kur vjen Kur'an fjala iman ose në Sunet fjala iman, si kuptimi i përgjithshëm është vetë feja e Allahut me tre shkallët e veta, që janë Islami, imani dhe ihsani. Islami, imani dhe ihsani si tri shkallë të fejes, kur vijnë domethënë në kuptim të përgjithshëm, paraqesin imanin qoftë si vepra të brendshme dhe të jashtme. Domethënë të dyja të bashkë që paraqesin domethënë vetë fejen e Allahut subhanahu wa taala. Ndërka si kuptimi i veçantë vjen domethënë dogma të cilat duhet të besohen. Kredot, besimet, bindjet të cilat duhet të besohen. Këtë rast, kush bën këto pjesë? Bojnë 6 kushtet e besimit. Domethënë, si kuptimi i veçantë, imani është me i besu domethënë dogmat që ne ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Si kuptimi i përgjithshëm, është domethënë krejt feja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo te kuptimi i përgjithshëm, që ky kuptimi i përgjithshëm definohet besim me zemër, fjalë me gjuhë, vepra me gjymtyr, shtohet edhe pakohet. Domethënë, kur thomi shka imani, edhe thomi është besim me zemër, fjalë me gjuhë, edhe vepra me gjymtyra, që tajnë ato e kena për qëllim çat imanin e përgjithshëm. A është e qartë? Sepse nëse thomi e kena për qëllim kuptimin e veçantë, atëherë kuptimi i veçantë trajtohet vetëm kadër të, domethënë në besimit, dhe kjo pastaj vërtetohet nëpërmjet veprave që pastaj dalin te kuptimi i përgjithshëm dhe jo te kuptimi i veçantë, domethënë i fjalës iman. Kështu që i bie që imani ka katër realitete ose i përbëhet nga katër realitete. Realiteti i parë, at-tasdiqu bil qalb, me i zon besë me zemër. Me zon besë me zemër dhe përbën domethënë të pranosh dhe të zësh besë me zemër, dhe që kjo është miratim është prej domethënë imanit. E dyta është el-iqraru bil lisan, diçka që e miraton dhe thua dhe pohon me gjuhë, saktësisht e shqipton. E treta është a'malul qulub, veprat e zemrës, sikur që është dashnia për Allahun, sikur që është frika për Allahun, shpresa, niyeti, e kështu me radhë. Këto janë veprat e zemrës dhe janë pjesë e imanit. Edhe katërta është a'malul jawarih, janë veprat e gjymtyrëve. Sikur që është namazi, zakati, agjerimi, e kështu me radhë, domethënë veprat e gjymtyrëve. Kështu që për cilin iman jemi duke biseduar, edhe jemi duke besuar, najna të bisedu, dhe na duke besu për imanin që na flet Kurani dhe Suneti. Dhe Kurani dhe Suneti na flet për një iman ku ngërthen në vete. Ajo është ka e miraton me zemër, ajo është ka e vepron me zemër, ajo është ka e thu me gjuhë, edhe është ka e realizon edhe jetëson nëpërmjet domethënën praktike. Kështu që e referohemi na Kuranit ose Sunetit, dhe Kurani Sunet na çon te çik kuptim. Për shembull, e shohim Imam Ahmedi, Buhariu, Muslimi, vetë teksti është Imam Muslimi për Abu Huraira thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "El-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba." Imani është 60 e diçka apo 70 e diçka degë. Imani nuk po thotë tasdiku, nuk po thotë Islami, nuk po thotë ihsani, po thotë imani është 70 e disa degë. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Dega më e mirë e imanit është fjala la ilaha illa Allah. Thot wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Edhe dega më e poshtë, më e skajshme për kavlera të poshtë, është të me ikni të keq pi udhës. Thot wal haya'u shu'batun min al-iman. Dhe marrja, turpi me tar marrën është pi imanit. Tash, në çka hadith në vëllezër, dietar thonë që ky hadith shërben bazë për ahlus sunetin për me pohue me zemër, me fjalë, me gjymtyr. Qysh? Thot Amiri sallallahu alaihi wasallam: "El-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba." Imani është 70 e diçka apo 60 e diçka degë. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Ma e mira është me thon la ilaha illa Allah. Kush në këtë rast është shqiptimi? Thot wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Ma e poshtmja është me hekni të keq pi udhës. Kjo është veprat e gjymtyrës. Pastaj thot wal haya'u shu'batun min al-iman. Edhe marrja është pe imanit, kjo është e zemrës. Ajo që duhet me pas, domethënë, robi pe veprave, domethënë, të zemrës. Kështu që imani fillon me zemrën. Saktësisht tek bindja e zemrës. Saktësisht fillon tek, nëse mundi me thon, çka po të thot zemra.
Nëse kam drejt, ajo qaulul qalb, që e kanë përmendur dietar, fjala e zemrës, çka po të thotë zemra? Apo ta thotë zemra që kjo është e vërtet? A kuptuat? Domthon çka bindja që ta thotë zemra që kjo është e para. Thot Allahu subhanahu wa taala, idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Thot o profet, e këti vin hipokritët, ata të cilët e kanë thonë shahadetin, po si u ka thonë zemra. Thot vinë dhe thonë ti i dërguari i Allahut, dhe Allahu e di që ti i dërguari i tij. Allahu dëshmon se ata janë të rrejt. Këtë rast ku janë të rrejt? Tek deklarata? Jo, ata janë të dhënë deklaratën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka një çka deklaratë, deklaratën e gjuhës e ka dëgju, jo deklaratën e zemrës. Deklaratën, fjalën, atë çka thot zemra, këtë ka një veç Allahu, këtë sheh veç Allahu. E Allahu po dëshmon se ata janë të rrejt, domthon o të rrejt zemra e tyre. Ose e shënon Imam Ahmedi, Imam Muslimi pe Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Abu Hurairës, kanë të atakosh me anatona për gëzë, i thot men laqita, thot faman laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbu fabashshirhu bil janna. Kanë të atakosh tutje që dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtën e Allah, dhe këtë e ka mustayqinan, e ka me bindje, zemra pja thot. Thot fabashshirhu bil janna, hipja myshtën që ka me në xhenet. Edhe pastaj ka atakuar Omerin radhiyallahu anhu. Pasi që ta thot zemra, që ky imani i në zemrës, që ky imani i zemrës, që kjo e thëna e zemrës, që ky imani që po fol në zemër, që kjo nisa me vepru pastaj. Edhe tri ibadetet bazë që janë, që e përcaktojnë imanin e zemrës, janë dashnia, frika dhe shpresa. Realisht janë krejt tjerat edhe njëti e kështu me radhë, mirë po realisht domethënë, këto janë domethënë më të veçanta, thot Allahu subhanahu walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata të cilët besojnë e kanë dashnin më të madhe për Allahun. A mund të përmendë dikush musliman nëse se do Allahun? Këtë rast, adhurimi i quajtur me habbe, dashni, është obligim. Normal nuk janë njerëzit këtë njëjtë. Dikush e do Allahun më shumë, ama pjesën fundamentale këtë do të më pas. Është një pjesë fundamentale dashnijës këtë do të më pas. Thot Allahu subhanahu ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Mos i largati prej teje o profet ata të cilët e lusin Allahun ditën e natën, yuridun wajha, ata njët shpresë se kanë Allahun. A mund dikush për shembull ka musliman thonë nuk e synoj Allahun, veç pe bajo për përmbush, fetarinë e kam për përmbushje. A është musliman ky? Nuk është musliman. Ky duhet me synu Allahun, që i bie domethënë nuk mjaftua kanë mu kanë veç veprat e gjymtyrëve, do shka edhe veprat e zemrës. Është një sasi e patjetërsueshme e shpresës që të më pas për më të mëkonën musliman. Thot Allah subhanahu wa taala, inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Shejtani trishton ata të vetit, thot mos ju tutni atyne, friksomuni mua nëse jeni mu'minin, nëse jeni besimtar, me iman e ka lidh. A mund dikush për shembull më thonë e mojën këtë fejen, a më nuk i tut na Zotit? A musliman dikush nuk i tutet Zotit? Nuk është. Ka dalë për imanit, sepse i ka munguar vepra e zemrës që është domethënë frika prej Allahut subhanahu wa taala. Shënon Muhamedi Buhari Muslimi pe Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Pas shatën dorëcilit të shpirtit jam nuk mundet me besu dikush për juve, iman me pas për një pa qenë më i dashur tek ai se sa domethënë fëmia i vet apo prindi vet. Çi bie domethënë realisht njerëzit nuk mund të kanë këtë njëjtë dashurinë, frikë dhe shpresë, mirë po megjithatë domethënë çen ka tek veprat e zemrës, domethënë tek imani edhe veprat domethënë e zemrës. Pastaj, çu kjo apo ta thot zemra, çu kjo zemra që pedo Zotin, që pitu të Zotit, edhe që pe shpreson Zotin, pastaj çu kjo zemër edhe e shqipton kët. Pastaj kalon te kushti ose tek përbërësi tjetër, që është domethënë shqiptimi i asaj që po ta thot zemra. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Thuni besuam në Allahun dhe atë që është zbrit. A ka mujt me mjaftu në atë kohë, për shembull mos më thon hiç, vetëm me besuar mos më thon. Jo, Allahu ka urdhëruar që ajo që po ta thot zemra. Pe vepron zemra duhet më u thon. Ajo vetëm që duhet më u besu, po duhet edhe domthonë më shqiptu thot Allah subhana, inal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët than Zoti jon është Allahu dhe pastaj u përqendruan në këtë fjalë. Domthonë u dash me e thon, pastaj më kalu te jetësimi i saj domthonë nëpërmjet domthonë vepra. Kështu që krejt bazën themelore domthonë të shahadetit, të besimit, të imanit, bazën themelore duhet me pas krejt. Bazën fundamentale duhet me pas krejt. Mirë, pastaj
Sa më shumë që e përmend Allahun, për shembull, shtohet me dhikr cila shtyll forcohet, shtohet domethënë ajo imani i gjuhës është. Po me veprat e gjymtyrëve, çaq më shumë në ibadet forcohet imani që ka të bëj me veprën. Që ka të bëj nëse sforcon domethënë bot kuptimet e frikës, shpresës, të forcohet kjo pjesa domethënë e veprave të zemrës. Nëse mediton shumë për Allahun, ta thotë më shumë bindjen zemra jote densa forcohet lidhja me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj çka iman, që është thonë zemër, që ka vepruar me zemër, që është shqiptuar, pastaj çka iman vërtetohet me vepra. Vërtetohet me vepra. Thot Allah subhanahu: "O ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, inna Allaha bin nasi la raufur rahim." Allahu nuk ja hup juve imanin. Allahu nuk ja hup juve imanin, Allahu është rahim, është rauf. Çka ndodh çka ajet? E shënon Imam Ahmedi dhe Buhariu pe Bara ibn Azib thot an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ila Beit al-Maqdis 16 shahran. Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është pas fal ka shtëpia e shenjtë në Quds, ka Beitul Maqdis, thot 16 muaj. Ka kibla 16 muaj. Thot au 17 shahran, apo 17 muaj thot. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-bayt. Thot mirë po i pëlqejke, thot ta kishte kiblën ka Çabja, jo ka Quds. Thot wa innahu salla au sallaha salat al-asr wa salla ma'ahu qawm. فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu fal, a këtë fal i kindin? Edhe tha dikush tha fal me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pastaj kaloi tha kanë një vend tjetër ku janë kanë njerëz tu fal, edhe u ka thonë atyne ashhadu billahi laqad sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alajhi wasallam qibla Makkah fadaruha kama hum qibla al-bayt. Thotë ju tha o njerëz dëshmoj për Allahun që vërtet e kom pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tu fal në drejtim Çabës. Edhe ata që janë kanë në drejtim të Kutsit janë kthyer ka Çabja. E rëndësishme thot wa kana alladhi mata ala al-qibla qabla an tuhawala qibla al-bayt rijalun qutilu lam nadri ma naqul fihim. Me po thos shumë pa të ndrru jetë para se më ndrru kibla. Shumë sahabe janë fal ka Beitul Maqdis. Thot dhe shumë sahabe që kanë ndrru jetë para se të ndrojë kibla, thonë nuk dish më çfarë më thon për ata njerëz. Domthon shkon halli tyne. Ata kanë fal namazin diçka tjetër. Jo domethënë ka Çabja, e Allah e zbriti wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allah nuk ja hup juve imanin. Kush e përcjell imanin këtë ajet? Është namazi. Bara ibn Azib po thotë që ky ajet ka zbrit kur na kena pas frikë, domethënë se vetë ajetin komplet lexon ajetin në plotësi flet për ndrimin e kiblës. Komplet ajeti flet për ndrimin e kiblës. Domethënë Allah nuk ja hup juve imanin, Allah nuk ja hup juve namazin. Namazin e ka thujt iman. Veprën e ka thujt Allahu domethënë iman. Sikur se thot Allah subhanahu wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Ata nuk janë urdhëruar ndryshe, vetëm me adhuru Allahun, çiltërisht, pastër, me fal namazin, me dhon zakatin, dhe ç'kjo feja e drejtë. Domethënë një fe e cila nuk ka vepër, nuk ka fe e drejtë. Nuk është vetë çiltëria e zemrës dhe besimit dhe njetit, po është edhe domethënë e veprës që e vërteton domethënë zemrën dhe rrëdhëmisht këtu bashk që kjo dinul qayyim, që kjo feja e drejtë. Pa kët, nëse njëra mungon atë nuk është domethënë feja e drejtë. Na këtë gjë në vëllezër të hadithit delegacionit të Abdul Qais që kena përmendur në gjatën e kaluar, që shënim Buhariu për Abdullah ibn Abbasit kur i ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam amarahum bil iman billahi wahda, i ka urdhëruar me iman në Allahun. E pastaj i ka thonë atadruna mal iman billah, a dini çka bën imani në Allahun? A dini çka bën imani në Allahun? Po i drejtohet kujt? Fisëve arabe që kanë folur arabishtën pastër. Edhe ata i thonë Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguari i tij e din. Ata s'kan dhënë mendime gjuhësore para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Donë na arabët fisi jon kur e përdorin fjalën iman, çto e kena për qëllim? Donë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam, pse se e kanë kuptuar se këtu mund të jetë një kuptim fetar. Jo vetëm edukata aty me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po e kanë kuptuar që ka gjast më kanë edhe në kuptim fetar, edhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kallzu shkëpet që ky kuptimi fetar, ka thonë shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, është dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i Allahut, wa iqamus salah, me fal namazin. Namazin e ka paraqitur si përkthim i fjalës iman. Pastaj wa ita'uz zakat, edhe me dhon zakatin, ose jam Ramadan, edhe me agjëru Ramazanin, edhe wa an tu'tu min al-maghnami al-khumus, edhe me dhon prej plaçkës së luftës 1/5. Saktësisht, këtë çdo ndërlëzë që u përmendën, i lëmë në kuptuar që ekzistua ka pashmangshëm një kuptim fetar
puro fetar, domethënë i fjalës iman dhe ne çasaj referohemi. Ne asaj referohemi dhe mbi të ndërtohemi dogmën tonë në përcaktimin tonë fetar dhe jo mbi realitetet e tjera. Dhe nëse analizojmë komplet këtë realitet fetar, lihet natyrshëm, logjikshëm, po edhe mbas tekste mundon kuptuar se bëhet fjalë për diçka që shtohet edhe pakohet. Nuk mund të më konë diçka që ti urdhërosh ta kohën me vepra më shumë e kjo të mos e ketë kuptimin e shtimit. Edhe kërcënohesh të mos bësh mëkate dhe kjo të mos e ketë kuptimin e pakimit. Kështu që imani nuk është një trajt që o është ose është. Po mund të jetë, po mund të jetë i dobët. Mund të jetë, po mund të shtohet. Mund të jetë, mirë, po mund të më konë domethënë shumë i lartë, thot Allah subhanahu, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir. Thot ne i kemi përzgjedhur, thot ju kena dhënë librin atyre që kena përzgjedhur prej robëve ton, pastaj besimtarët i ndjekin profetët, dhe këta që i ndjekin profetët janë kategoria e parë, faminhum zalimun li nafsihi. Ka disa i bojnë zullum vetës, ama Allah janë musliman, Allah janë besimtar. Kush janë këta? Këta janë ata të cilët kategoria që kanë kriza me farzët, kanë kriza me mëkatet, apo? Këta janë zullumçarët e vetvetes, ama nuk ju hekët emri i imanit. Pastaj është kategoria e dytë, wa minhum muqtasid. Këta janë disa mesatar. Kush janë mesatarët që nuk bëjnë gjunohe, nuk bëjnë gjunohe të mëdha, nuk përlyen me mëkate, edhe nuk kanë kriza me farze. Këta janë qad aflaha in sadaq, ka shpëtuar nëse e pat për një mes. Sigur sa i bedeviet që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një kategori thot wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Edhe janë do të tjerë që garojnë punë të mira. Janë ata që bëjnë nafile, janë ata që përpiqen shumë, janë ata që ruan shumë, jo vetëm pi haramit, ruan apo gjëra të papëlqyeshme, ruan gjëra që mundon më u rreziku fejen, e kështu me radhë, shkallë e shtuar e domethënën e fetarisë. Ç'i bie? Muj ka njeri domethënën me e kompletu fetarinë deri në sabiqun bil khairat. Domethënë që garon për vepra të mira, dhe muj ka mëkonën te dhalim nafsi, dhe muj ka mëkonën muqtasid në formë satarie, që është i kry domethënën realitetet fetare. A mund të dikush më thonë, ky ja beson ja s'beson. Ja ka iman ja s'ka iman. Domethënë këta Kurani po ne paraqet si tre kategori, nuk po ne paraqet sikur një, nuk po ne paraqet Xhibrili edhe unë edhe ti edhe ai tjetri i njëjtë. Nuk mund të më konë njëjtë. Kështu që çdo investim nëpërmjet besimit, nëpërmjet veprave, nëpërmjet fjalës së zemrës, nëpërmjet shqiptimit, nëpërmjet domethënë veprave të gjymtyrave, nën kupton domethënë që dikush ka më shumë iman e dikush ka më pak. Thot Allah subhana, liyazdadu imanan ma imanihim. Kështu me vepra të mira, me Kur'an, shtohet imani me imanin që e keni. Shtohet imani me imanin që e keni. Thot Allah azza wa jall, walladhina ihtadaw zadahum huda. Ata të cilët ishin të udhëzuar, Allahu a shtoi për udhjen, u shtoi udhëzimin që i bie nuk ekzistua ka vesh një realitet, po një diçka që u shtoi ka dhe u pakoi ka. Thot Allah subhanahu wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kur u reciton aty në ajetet e Allahut, ju shtohet imani. Ju shtohet, do të thonë imani, këtë rast ju shtohet imani, ju shtohet bindja, ju shtohet sevapët, ju shtohet gjendja imanore, ju shtohet përbërja e tyre veprave të mira dhe përpjekjes me ofruar Allahu subhanahu wa taala e kështu me radhë. E shënon Imam Buhariu për Abu Said al-Khudri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlu al-jannati al-janna wa ahlu an-nar an-nar. Hin jannat lid në jannat edhe hin jahannam lid në jahannam. Thumma yaqulu Allahu ta'ala, pastaj Allahu thot akhriju min an-nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Pastaj thot Allahu azza wa jalla nxirrni prej xhenemit këdo i cili e ka qoftë vetëm një far imani. Një far imani nëse e ka, domethënë në zemrën e tij, nxirreni prej, domethënë xhenemit. Ç'i bie, domethënë ekzistua ka një fetari, një iman që mund ka më një far. E nëse mund të më konë një far, mund të më konë një kodër. Nëse për dikano çaq pak, për dikano është më shumë. Kështu që, domethënë kjo fara e imanit të kë nuk është një realitet i njëjtë të krejt. Nuk është në realitet i njëjtë të krejt. Po ky e ka çu imanin dençha që poshtë me braktisje të farzave, me shkelje të kufimeve të Allahut, me mëkate, me mosbindjen ndaj Allahut e kështu me radhë. Dhe ky tjetri ju ka bindë Allahut, ka bërë vepra të mira, ka garuar për sevape dhe ju ka shtu domethënë imani dhe rrjedhimisht domethënë shtohet me bindje, me nënshtrim, me ibadet, me sevape, edhe pakohet me mëkate dhe me mosbindjen ndaj Allahut subhanallahu. Çdo besime në vëllezër janë mesele konsensuale. Janë mesele që përbëjnë për neve ixhma. Nuk ka këtu mendim tjetër. Cili do mendim tjetër që neve na plasohet ose na shitet e konsiderohemi si mendim që përplaset me ixhman. Saktësisht besojmë i bindshëm që imani është, domethënë besim me zemër, fjalë e zemrës, vepra e zemrës, besojmë që është fjalë që shqiptohet edhe thuhet edhe i afrohesh Allahut duke thënë
edhe është imani domethënë vepra me domethënë me gjymtyr. Thot Imam Shafiu: "Wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum anna al-imana qawlun wa 'amal wa niyya la yujzi wahidun min ath-thalatha illa bil-akhar." Thot ijmaja dhe konsenzusi i sahabeve dhe tabiinëve dhe atyre që kanë pas tyre është që imani është fjalë, vepër dhe niyet. Dhe asnjëna nuk kryen punë pa tjetrën. Do të mëkon të trijet. Do të mëkon të trijet që i bie braktisja e plotë e veprave, nën kupton braktisje të imanit. Braktisja e shqiptimit nën kupton braktisje të imanit. Braktisja e bindjeve nën kupton braktisje të imanit. Secila e lyp tjetrën nuk mund të ekzistu kjo përbërje vetë së bashku. Pastaj normal njëna mund të mëkon më dobët, njëna mëkon më theksuar, ama patjetër do të mëkon të komplet përbërjet e imanit. Thot Imam Auza'i, thot kana mimman madha min as-salaf la yufarriquna bayna al-amali wal-iman. Thot ata të cilët kanë kapërcy për gjenatave të selefit nuk e kanë nda veprën prej imanit. Nuk e kanë nda veprën, domethënë prej imanit. Kisha pas dëshirë këtu me bën një vërejtje, domethënë kur thot dikush për selefit, thot se kena nda veprën prej imanit. A di çfarë bë kjo? Kjo i bëhet që kur ti ki kriza në vepër, të shme di që ki kriza në iman, edhe kur shkel në kufit Allahut, jetu shkel të meselet ku mundet më të rreziku imani, jo që detyrimisht i mundesh me përfundu në pa besim, mundesh me përfundu mas pramët në kofër. Domthon, ku na pi shkakton kriza me mosbindje? Ku na pi shkakton kriza me mëkate? Ku na pi shkakton kriza me mosnështrim? Imani tan. Imani tan, domethënë, kjo është një relacion i pandashëm, domethënë zemra, vepra, gjuha, domethënë si rreth dhe si qark që në vazhdimsi domethënë janë një realitet. Përbëjnë domethënë një realitet. Sikurse edhe ixhmaja për shtimin dhe pakimin është ixhma që kanë përmendur selefi, thot Yahya ibn Sa'id al-Qattan, thot ma adraktu ahadan min ashabina illa ala sunnatina fil iman wa yaquluna al-iman yazid wa yanqus. Kan do që kemi amrri pi imamave ton. Krejt janë konë që këtë udhë meselen e imanit. Shtot dhe pakot. Thot Imam Ahmedi, mas i përmend këtë mesele që imani është qaul wa amal yazid wa yanqus, është vepër, është fjalë, shtot dhe pakot. Edhe i ka përmendur edhe shumë mesele të tjera, thot hadha ma ijtama alayhi salaf min al-ulama'i fil afaq. Kjo është konsenzusi këtë selefit në këtë, domethënë vishet e umetit. Krejt që mos pretendohet fjala bie që ka ekzistuar një shoqëni e ndikuar nga ahlul hadithi, edhe xhetiu domethënë njerëzit kanë pas përcaktime të tjera. Jo, domethënë këtë vishet e umetit ka pas ixhma që imani është fjalë, është vepër, edhe është domethënë është bindje, fjalë edhe vepër. Thot Imam Ahmedi, saksisht thot Imam Buhariu, thot e kom rri, thot kom shkruajt edhe kom transmetuar dhe kam marr dije, thot më shumë se sa 1000, domethënë për mësuesve të mi, krejt thot e kanë dhënë të njëjtën deklaratë. Krejt e kanë dhënë domethënë të njëjtën deklaratë. Pse që kjo kanë kena taku 1000 ose të tjerët shumë pi selefit kom mësu prej 130, ai që thot për 350 dhe këto potencojnë që këtë. Për me tregu që natyra e pastër, edhe përcaktimi i shëndosh, edhe kuptimi i përgjithshëm i fesë, nuk me gjithherë u kanë i shnosh. Gjithherë këtu devimet ka dalë dikush pionësh i ka sjell, ose u dash dikush shumë me lavru një devim për me mujt mi bind disa kushtimisht thon disa klasa të caktuara. Mirë, po si realiteti i përgjithshëm, umeti u kanë i shnosh. Si realiteti i përgjithshëm, sado që na shpesh dëshirojmë ndoshta me mbjell ndjenjën e ghurbës. Edhe domethënë themi që alusioneti kanë qenë vetmuar, ndoshta edhe te xhenatat e selefit, ato do të më shpjegojnë kontekste të caktuara, po përgjithësi avami, umeti, dietarët e kështu me radhë, përgjithësi përcaktimet e përgjithshme me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe atëherë tash domethënë në përcaktimin e përgjithshëm janë domethënë të shëndosh, madje shumë devime që sot ndoshta dikush edhe bën shumë zhurmë për me përplasje, për me luftuar ato devime, më bëu me analizu shumë. Ato janë devime të izoluara në disa amfiteatre në për disa universitete. Nuk është domosdoshmë problem që umeti ka asgjë me non umeti, asgjë mundet me kuptuar shkon është ai devim. Kështu që kjo është e logjikshme. Është e logjikshme që domosdoshmë ekzistuar ka një diçka që quhet iman dhe Kurani dhe Suneti na shpjegojnë këtë iman si fjalë të zemrës, bindje të zemrës, vepra të zemrës, fjalë që thuhet me gjuhë, edhe domosdoshmë veprat që i vërteton krejt ato, po edhe është përpjekje me ofruar Allahu subhanahu wa taala. Elos Allahu azza jalla na shtoj imanin, edhe me na mësu me këtu për imanin, na mësot Allah me vdek me iman, morin gjallë me iman, edhe me fitu shkallët më të larta që i fitojnë ditën e gjykimit njerëz e imanit të vërtet, imanit pa lukundshëm, imanit të plot. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.